Festa e Grurit, një festë tradicionale myzëqare, këtë vit ka festuar edicionin e saj të 7. Aktiviteti është zhvilluar pas ditën e djeshme në Pojan të Fierit, në afërsi të parkut arkeologjik të Apolonis. Kjo festë ka një domethënie të veçantë, ka pohuar drejtoresha e Artit dhe Kulturës pranë Bashkisë Fier, Diana Mile, pasi është një trashëgimi mijëvjeçare. Festa e Grurit sjell një traditë kulturore dhe bujqësore të promovimit të prodhimit vendas, të kulinarisë që i dedikohet festës së Grurit, por edhe traditës muzikore, folklorike. Sot në këtë festë kanë ardhur shumë panajiri shëndërtuar me fermerët e zonës, kryesisht, të cilët për herë të parë kanë sjell kultivarët vendas të Grurit, është panajiri i Bukës, njëkohësisht, edhe pjesa tjetër është pjesa e koncertit festiv. Banor të zonës të ftuar, fermer, vizitor vendase të huaj ju bashkuan gëzimit të festës të kthyer tashmë në traditë. Nënkryetari i furrave të Bukës dhe pastiqerive, Petro Kulas, ka pohuar se prodhimi i Grurit këtë vit jo vetëm që është shumë i pakët, por ka probleme edhe me cilësinë, sepse i mungon shërbimi, ndërsa fermerët duhen ndihmuar nga shteti në mënyrë që të gjithë furrat e vendit të bazohen te prodhimi vendas. Fermerët kanë nevojë dhe për ndihmë nga shteti, për parën, për vlerat kimike, që ata ta nxjerrin me kosto sa më të ulët Grurit. Se kosto atyre del goxha e lartë dhe ata nuk kanë mundësi që ta nxjerrin dëm të re. Unë personalisht jam nënkryetari i shoqatës furrave të Bukës dhe pasqerisë. Prodhimi i Grurit është shumë i pakët, por ka dhe probleme me cilësinë, se i mungon shërbimi. Ndërsa për kryebashkiakun Armando Subashi, kjo festë ka marrë tashmë për masa kombëtare. Është viti i 7 që ne si bashki organizojmë këtë festë fantastike me rastin e Bukës së Re. Jam shumë i kënaqur, jam shumë i lumtur sot, pjesëmarrja e njerëzve tregon vetë për këtë festë fantastike që tashmë ka marrë për masa kombëtare. Ne si bashki edhe këtë vit kemi bërë përpjekjet maksimale për ta mbajtur gjallë, për ta zhvilluar dhe për ta përsosur më shumë këtë festë. Ndaj unë falenderoj të gjithë pjesëmarrësit, të gjithë bizneset, të gjithë fermerët që janë bërë pjesëmarrës të kësaj feste fantastike. Faleminderit gjithëve dhe gëzuar Bukën e Re, gëzuar. Festa u harmonizua me ekspozitën e gatimeve tradicionale, me panajirin me prodhime të Grurit të ri, me paradën e mjeteve të mekanikës bujqësore dhe muzikës.